Do ndalemi prap të historia e Shqipërisë së mesme, një histori të cilën edhe e njohim fare pak edhe për shkak sepse nuk janë marrë shumë me lëvizjet e kësaj pjese të Shqipërisë, por është marrë kryesisht me zonën e veriut dhe zonën e jugut. Ndërkohë që në Shqipërinë e mesme, qoftë edhe ndoshta për shkak të karakterit të tyre të butë, nuk është se historiografia është marrë shumë me ta dhe me personalitetet dhe rolin që kanë pasur në historinë e vendit. Neve sot do flasim për një familje shumë të spikatur të Shqipërisë së mesme, e cila është familja Toptani, dhe të cilën neve kryesisht e njohim nëpërmjet një personazhi të spikatur të kësaj familje, Esat Toptanin, por nuk ka qenë vetëm ky. Gjithsesi, neve do përqendrohemi te figura e Esat Toptanit, duke u marrë njëkohësisht edhe me vendin, me kontekstin ku veproi, ku ishte ky, ai ishte tradhtar apo patriot, apo ishte një politikan i zakonshëm, si këta të sotmit, të cilët nuk ngurojnë të japin dhe koncencione, të bëjnë dhe pakte, të bëjnë edhe veprime të cilat ndoshta në një kohë tjetër do quheshin tradhti e lartë dhe ndoshta në një kohë tjetër do ishin shpallur tradhtar. Pas një ngjyrim politik, duke ju referuar vetëm dokumenteve, sot në këtë emision do shohim edhe teza revolucionare të nxjerra nga dokumentet, se si jo gjithçka është e vërtet, jo gjithçka është siç na e kanë thënë. Për shembull, lidhja e Esat Pashës me Ahmet Zogun. Neve të gjithë dimë që Ahmet Zogu ishte nip i Esat Pashë Toptanit, por nuk është e vërtet që ka qenë nip, domethënë djali i motrës, kanë pasur një lidhje më të largët, shumë më të largët. Roli i Ahmet Zogut në vrasjen e Esat Pashë Toptanit, a ka qenë njeriu që mori pastaj hakun e Esat Pashës? Do t'i shohim të gjitha në këtë emision, që unë sot kam me mikun ton të emisionit, inxhinier Sokol Kikën. Sokol, mirëmbrëmje, mirë. Atëherë, si gjithmonë, kënaqësi të kem, mbi të gjitha, sepse flet me pa pasione politike brenda, flet duke u nisur thjesht me pasionin e një studiusi të historisë, të një dashnori të historisë. Do doja ta fillonim me familjen Toptani. Familja Toptani, kur i ka rrënjët e veta, do me thënë të identifikueshme, sepse ne kështu të gjithë lidhemi me Gjergj Kastriotin. Po, pikërisht, kjo miti edhe Toptanësit e kanë lidhur me Skënderbeun, bides e nxjerrin tashimnin direkt nga Tanush Topia, që një djali i vogël i Topiajve u gjet nga turqit, i erdhi keq që nuk me vrarë morën e rritën, pastaj rikthehet. Është një histori që deti ku mund quhet edhe zyrtare në lidhjet me dokumentet historike. I pari që përmend është studiusi konsulli Han, që vjen në Tiranë dhe tregon si histori. Por ka dhe një gjë, ai shoqërohet nga Sermedin Said Toptani dhe jep natyrisht versionin e tij. Sermedin Said Toptani ka qenë me të vërtet një patriot dhe lidhjet me periudhat e shquara, gjithë familjet e mëdha donin t'i kishin, aq më tepër me Skënderbeun. Në prag të pavarësisë, pas pavarësisë dalin me qindra persona që vishin, si më thënë, tashgjinia direkte, Alejandro Castellotti, etj, që donin të kishin këtë atribut. Tani, përveç kësaj dediku mitologjike të prardhjes, Toptanësit janë prezent në Krujë në fund të shekullit 17, në shekullit 18 janë goxha prezent dhe në gjithë zonën e Shqipërisë mesme, në aleancat dhe kundërshtit, si me Bushatlit, me Bargjint, aleanca dhe luftra që ndryshonin në pak vite. Do me thënë, është ai momenti kur Shqipëria e mesme nuk është më një pjesë herë e vilajetit të Janinës, herë e vilajetit të Shkodrës, po fillon të identifikohet edhe vetë si... Historia është pak më ndryshe, sepse fillon me
Sanxhakun e Ohrit. U varte zona Shqipërisë mesme nga Sanxhaku i Ohrit, edhe Tirana, Kryja. Më vonë në shekullin e 18 identifikohet me familjet e mëdha feudale, Bushatlit, Ahmet Kurt Pasha Beratit, është më vonë ndarja e vilajeteve Shkodra, Janina e tjerë. Një version tjetër i konceptit për ardhes dhe emrit Toptan është edhe se tashëgjimtari dhe baza kryesore e familjes Kaplan Pasha. Fillon nga Kaplan Pasha, do me Kaplan Pasha, këtu fillon identifikimi tyre historik. Është zot i plot i kahinës së Shqipërisë së Mesme pas vitit 1798, ku 4 vajzat e familjes Bargjini i marton me 4 djemtë e tij. Atëherë mund ta nxjerrësh në ekran pra Kaplan Pasha ka Haxhi Mehmet Pashën, Abdylaman Bey, ka 5 djem, 4 nga të cilët i marton me 4 vajzat e Bargjinëve. Vajzat e Bargjinëve. Dhe këndej fillon pastaj hapja. Dhe është një shprehje që aludon disa burime historike që thotë është një shprehje e Kaplan Pashës që thotë tani ne jemi Toptan këtu. Toptan të uqish do tonë të gjithë bashkë. Aha, e qartë. Kjo është versioni alternativ. Që kam betur edhe shprehja mere Toptan, për shumë. Është term tregtar turk. Okej, atëre, Toptant e kanë gjithë qëndrën në Kruj? Tani, shtëpia e Toptanësve deri në vitin 1795-96 është muzeu etnografik i Kryes. Ai që sot është muzeu etnografik ka qenë shtëpia e Kaplan Pashës. Është qartë. Para se të vite në Tiranë, natyrisht ka pas edhe zotërime të tjera, pasi bëhet fjalë, me Bargjinët kishin kodadita për Durrësin, do thonë zotëronin aleancat e po them zotërime shumë më të mëdha. Por vatra e tyre ajo deri në shekullin e 18 është Kruja, pastaj në shekullin e 19 është komplet në Tiranë. Është ajo që thamë edhe në emisionin e kaluar që në një farë mënyrë Tirana ishte një vend ku vinin në periudha paqe, pastaj në periudha lufte tërhiqeshin në kështjellat rrethuese, në Kruj, në Petrel, Por ka një fakt historik që në fund të shekullit 17-1690 Tirana si thuash barazohet me popullsi me Krujën. Dhe në shekullin e 18 Tirana e ka përcen popullsinë e Krujës, në volumin të hektarë dhe gjithçka tjetër. Tirana ishte dukshëm nga ana ekonomike, kishte supermarketsi ndaj Krujës, sepse zona e Tiranës shtrihet edhe me fushë Krujën deri në Ishëm dhe pjesa e fushës me stabilizimin edhe të politikës së brendshme qesisë pati zhvillim të qëndrueshëm. Prandaj nuk ishte nevojë më të stukeshish në kështjella, por ishte jetë më normale. E qartë, për të ardhur deri në momentin ku si thatë edhe juve, nga Shqipëria zyrtare, Tirana ishte në shekullin e 19 qyteti i dytë për numër popullsie më i madh nga mbas Shkodrës. Atëherë, inxhinier, vim në momentin kur shfaqet në skenë Esat Pash Toptani. Më parë është Semedin Said Toptani, që është një nga figurat më interesante të Tiranës. Ka qenë... E nxjerrë edhe njëherë pemën gjenealogjike këtu dhe më ne? Semedini është babai Saidi, që shkruhet këtu, është babai Murat Bey Toptani dhe Refik Bey Toptanit. Po. Kishte studiuar në Itali dhe në Francë. 1848 revolucioni famshëm në Francë e gjen në Paris
dhe merr pjesë dhe në revolucionin e 1848-s, vjen në Tiranë, kishte goxha aktivitet për modernizimin e vendit, ishte i pari që i sugjeroi administratës turke të vendoste telegrafën në Tiranë 1856, se ishte përcaktuar vetëm në Durrës. Dhe është një person tepër aktiv në lidhjen shqiptare të Prizrenit. Është shumë aktiv, pjesëtar prezent në Prizren, pjesëtar në aktivitetin në shkruar si një peticioni dërguar Kongresit Berlinit, hartuar nga Bashkovasa. Dhe Enea, ma nxjerr një herë atë letrën ku është Kongresi i Berlinit, të lutem, letra që urdhëm. Kjo është letra që i ka nisur Kongresi i Berlinit 1878. Është shkruar nga Bashkovasa, po të shohësh edhe cilësia e shkrimit është shumë bukur shkrim, i mrekullueshëm. Kaligrafia është shumë e bukur. Kaligrafia është shumë e bukur. Poshtë janë vulët dhe kanë bërë një zmadhim për emrat që janë në shkrues. Dhe e kanë shkruar në frëngjisht, apo jo? Frëngjisht. Drejtuar ministrit i jashtës Austro-Hungarisë për Kongresin e Berlinit për tokat shqiptare. Është ajo pak a shumë termi i lindis gati vaj në privezë për tokat e tjera. Qartë. Dhe në këtë moment mund të prandaj insistova për Said Toptanin, sepse në këtë moment dalim për herë të parë pak a shumë edhe emrat e tashgjimnisë të vllajt tjetër, se kishin Ganiu dhe Esati e kishin Xhaj, dhe nga dokumentet historike Ganiu që ishte pak më i madh, por edhe Esati kanë qenë në Shkodër në momentin e mbrojtjes tokave në Ulqin dhe Gucidën, por është një diçka tjetër kjo. Po, do vim dhe në atë moment. Doja që të bënim në rrugë kronologjike. Atëhere Esat Pasha dhe Gani Bey, Gani Toptani ishte vllai i madh, kishte një diferencë 4 vjet me Esatin. Kush është nga këta? Është ky i gjati këtu. Ky është vllai i Esatit. Po, vllai i madh. Po të shohësh të fotografinë tjetër, dalë në Selanik në 1897, nga krau i djathtë i Ganiut ose i majti në foto, është Osman Bali. Nga krau i famshëm Osman Bali, pas ka qenë në moshë, unë më mendoj që ishte ishte djaliri. Në moshë këtu, nga krau tjetër është Haxhi Mustafa Merlika, që quhet Gjiu i Fajës. Osman Bali, ndërsa ky është Haxhi Mustafa ose Gjiku i Fajës, që njihet në terminologjinë e zonës së Shqipërisë mesme. Atëherë, deri në momentin e vrasjes së Ganiut, le të themi peshën kryesore në familjen Toptani e mbante Ganiu, jo Esati, apo jo? Pak a shumë.